deshta t'i them edhe një dy fjalë si kryetari i këtij komisioni. Si antar veteran i këtij komisioni, domethënë për shëndetësi, bashkë me Armend Zemën që është prezentu në disa rradhë, duhet të them që Komisioni për Shëndetësi edhe në të kaluamën, pa marrë parasysh ku unë kam qenë në pozitë apo në pozitë, ka tregu një frymë të diskutimit, një frymë të bashkëpunimit, një frymë të tolerancës, por edhe nga këtu kanë dalë edhe sugjerime shumë dobipruese edhe për sistemin shëndetësor, pa marrë parasysh edhe nga orientimi politik dhe në shumë të raste përkundër ndoshta përplasjeve momentale politike që i kena pas në kuvend, këtu kena ushtru një frymë pozitive të bashkëpunimit dhe shpresoj që kjo do të vazhdojë edhe më tutje, sepse tash në këtë mandat na pret një punë shumë e madhe, do të kemi ligjet bazike për shëndetësi që do të na vinë dhe na pret një punë kruciale edhe për reformën e sistemit shëndetësor, por edhe ridizajnimin e sistemit edhe përmes ligjit për shëndetësi, ligjit për sigurimin shëndetësor e ligje tjera përcjellëse, të cilat mund t'ja japin një formë të re sistemit tonë shëndetësor, për cilën unë besoj se cilin nga ju këtu që jeni e keni atë mendim që ky sistem ka nevojë për përmirësim. Unë si kryetar i këtij komisionit do të vazhdoj traditën e kaluar që të kemi një tolerancë mes vete, që ta ushtrojmë si më thonë, frymën e bashkëpunimit dhe diskutimeve, po një të në kohë pa marrë parasysh a i kemi apo nuk e kemi një shumicën. Unë kisha pas dëshirë që shumë nga vritet dhe sugjerimet e juja, të cilat janë pozitive, ti përkrahemi, sepse unë e di që edhe nga ju do të vinë sugjerime dhe propozime konkrete në fazat e ndryshme. Ajo çka kem pa në këtë propozim buxhet është që pothuajse është buxheti identik edhe me vitin 2024, ndoshta me 2023, 2022 sa i përket investimeve kapitale, janë mjetet e bartna, ato e kemi diskutuar edhe ndër vitet e kaluara, nuk është ndonjë temë që është e panjohura, pse dhe si sigurisht përgjigjen e jep ministri dhe ministria. Dhe në përmbajtje nuk paraqet as objektivat dhe esencën të cilën ose ekspozenë të cilën e ka thënë kryeministri para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Nëse ka një arsye që ashtu siç po thuhet, se për të cilën edhe pak unë mund të besoj se mund të ketë edhe zhvillime tjera politike, që mund të ketë rishikim të buxhetit, por në thelbën e përmbajtje dhe në pjesën edhe tabelare nuk është pothuajse shprehimisht as kushtimisht as saktësisht asnjë çka ka thonë kryeministri në ekspozenë e tij. Vetëm një pjesë deklarative, asaj përket ligjit për sigurimet shëndetësore, sepse shemi aty është pothuajse fondi i njëjtë, ka pak zbritje për vitin 2000 tek fondi për vitin 2026. Tek investimet kapitale thash që ka pothuajse totalisht mjetet e bartna. Mos thojmë ka një shumë dy konkret përgjithësi, të gjitha projektet janë 1.5 ose 6 milion të reja, edhe aty ka dilema për çka janë nda, për shembull e pash për një sektor shumë të veçantë ishin nda 50.000 euro, ndërsa për blerjet mobile 160.000 euro. Më thonë janë kontradikt me njëra tjetrën, sepse rritja më e madhe është te Ministria e Shëndetësisë, nuk është as te shërbimi spitalor dhe as te kategori tjera që janë domosdoshme dhe janë më esenciale në kuptimin e furnizimit me barna dhe me ilaçe. Këtu i pashun si vërejtje tash e thash në pamundësi ndoshta të paraqitet të amandamentet, por në pamundësi të dakordimit për përkrahjet e amandamentet, qoftë për përkrahjet buxhetore për stafin shëndetësor, se kjo është edhe një politikë tjetër, nuk kisha dashur me pa veçindalisht ose për profile deficitare ose për shkollimin specialistik, shumë tema tjera që ndoshta do duhet ta kishim një takim të veçantë, një të ardhmen të afërt, edhe këtu nuk kisha dashur që të kemi dallime politike në kuptimin pse jo mos të kemi, po mos të kemi dallime politike që ta gjojmë një kompromis përbashkët që në pjesën sa më afat shkurtër të sigurojmë fonde shtesë edhe të plotësojmë disa nevoja që po kërkohen në vazhdimsi, sidomos mos të kemi largim të mjekëve ose ikje të trurit që është domosdoshmëri dhe mbi të gjitha përkrahjet për vendet e reja të punës që tash po e shohim që është nevojë
nevojë permanente ose imediate. Këto janë rrejtet e mia, më shumë edhe si sugjerime, po ta kishim pas ministrin që më pa në detale paraqitjen e këtij projekt buxheti në mes dy lexime dhe kërkesën për përkrahjen nga ana e komisionit, do të ishte edhe mirësardhë dhe do ta kishte edhe përkrahjen time të plotë në këtë pjesë. Faleminderit shumë. Me që ka ndodhur gjithçka shpejt edhe për një herë, për neve deputet që jemi për herë të parë, është dyfish ma e vështirë, sepse po duhet më ambientu në shumë fusha për njerë. Megjithatë, në atë që kemi parë në buxhet, është në disproporcion edhe me nevojat e organizatave që kë komisioni mbulon, por edhe me ekspozene e kryeministit Kurti që bëri në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ka qenë një premtim që ky buxhet të rishikohet, kolegë që janë ma tjetër këtu në Kuvend thanë dje që premtimet të tilla ka pas për rishikim edhe në të kaluarën, por kur nuk është rishiku buxheti. Shpresoj që kësaj radhe me që po e shoh edhe në për komisione tjera ka shumë paqartësi, ende shumë ministra nuk kanë buxhet, ende shumë fusha nuk janë të mbuluara, ende shumë komisione nuk i kanë definuar edhe fushveprimet e tyre. Shpresoj që kur bëhet rishikimet të kemi mundësi që edhe kohë që të reflektojmë më shumë edhe sugjerimet tona të sjellim në mënyrë më përmbajtësore. Sa i takon amandamenteve, prej një përvojët kolegëve të partisë që unë e përfaqësoj këtu, më kanë treguar që ata deri më sot, në këto 6 vite të fundit, kanë propozuar diku 300 amandamente, prej tyre nuk ka kaluar asnjë. Edhe unë mendoj që edhe ju si kryetari i komisionit, është mirë që bisedoni edhe me partinë, që disi dhe roli i deputetëve që janë edhe në për komisione të reflektohet edhe në punën e qeverisë, sepse kjo ndodh nëpër këtë botën, kur ka ide të mira, kur ka sugjerime të mira që ndihmojnë sektorin, besoj që duhet të jemi më të përgjegjshëm edhe më bashkëpunues me njëri tjetrin. Diçka tjetër nuk kam, unë veç ju falenderoj për bashkëpunim. Faleminderit edhe për këto fjalë. Jemi vendi i vetëm që kemi buxhetin më të vogël për bornat esenciale. Kështu që kisha dashur si komision që na ta përgatisim një amandament për buxhetin për bornat esenciale dhe ta dërgojmë në komisionin për buxhet dhe të diskutohet. Thash është shumë e rëndësishme dhe shumë esenciale kjo pjesa për bornat esenciale, sepse na e dim si shtet se duke pa vende tjera për rreth që i kemi, jemi vendi i vetëm që i kemi buxhetin më të vogël. Kështu që kisha kërkuar shumë mbështetjen e juaj që ta përgatisni një amandament. E hedhi në votim projekt ligji numër 10 L01 mitaret buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026. Shumica e komisioneve tjera kanë kryer, ne si duket jemi të fundit. Atëherë me ngritje dore ju ftoj që kush është për aprovimin e projekt ligjit për ndarjet buxhetore. Okej. Kush është kundër? A ka abstenim? Nuk ka. Atëherë me shumicë thjesht prej 6 votave miratohet projekt ligji me ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës.